Përshëndetje të gjithëve. Kjo që bëhet sot publike si një nisëm e re dhe e koordinuar nga Ministri i Pushtetit Vendor, Ministria e Infrastrukturës dhe Energjisë dhe AKEP-i së bashku me njësitë e Pushtetit Vendor, Bashkitë e Vendit, është një nisëm që vjen në kohën e dur dhe që kërkon një organizim dhe një disiplinë të fortë për të kryer me sukses, për gjitha ato arsye që i tha më së miri Ministri i Pushtetit Vendor dhe mbi atë bazë që bëri shumë të qartë dhe Ministri i Infrastrukturës dhe Energjisë. Është tani më plotësisht e mundur që të pastrojmë qytetet tona nga gjithë ato fije plastike, merimangash, të një kohe e cila ka pasur pasojat e veta në vazhdën e një zhvillimi që po ashtu ishte i domosdoshëm dhe faktikisht, siç e tregon edhe inventari i bërë, pjesa dërmuese e këtyre kablove janë pa funksion. Janë pa funksion, por qëndrojnë aty tërësisht si një shenjë e harresës edhe e mungesës së vëmendjes. Duke qenë se këtu gjërat u thanë për sa i përket këtij problemi dhe kësaj nisme, unë dua të përfitoj nga rasti që të ndaj në prani të kryetarëve dhe kryetarëve të bashkive edhe një tjetër nisëm të një përmase shumë të madhe dhe të shtrirë në një sër drejtimesh me natyrë strategjike për komunitetet e vendit, të cilën do ta lançojmë publikisht në një konferencë të Pushtetit Vendor në 10 ditëshin e parë të korrikut. Bëhet fjalë për programin e ri kombëtar të rilinjes urbane 2.0, një program i cili po përgatitet nga institucionet dhe në dialog me bashkitë, nën kujdesin, udhëheqjen dhe mbikëqyrjen e Ministrit të Pushtetit Vendor, zotit Demo. Është një program i cili synon të adresojë disa element të cilët tani më i ka ardhur koha të marrin një drejtim shterrues. Spari të adresojë të gjitha pjesët e mbetura të sistemit të mbetura të pa investuara dhe janë disa pjesë të cilat ndryshe nga çfarë hidhet e spërdritet në diskursin e përditshëm negativ, janë në fakt më pak, shumë më pak se sa pjesë të investuara të sistemit të ujësjelljes kanalizimeve. Dhe pikërisht për këtë programi do të adresojë nevojën për të bërë një ndërhyrje gjithëpërfshirëse dhe për t'i dhënë përgjigje edhe atyre nevojave të mbetura të pa adresuara nga segmentet akoma të munguara të rrjetit përgjithshëm të ujësjelljes kanalizimeve. Së dyti, do të adresojmë nevojën për të çuar në një nivel tjetër transportin urban dhe ndërurban,
duke nisur nga transporti domosdoshëm dhe faktikisht hallka më e dobët e sistemit tonë të industrisë re të turizmit, që është transporti i periudhës sezonit të pikut, kur bëhet shumë e vështirë për turistët dhe vizitorët që të lëvizin me mjete të vënë në dispozicion nga sektori publik. Dhe qëllimi është që të hymë në një fazë ku gjenerata e re e mjeteve të transportit publik e para tjetë tërësisht e gjelbër, pra flasim për autobus elektrik, të cilët kanë zero ndotje, gjë që është një tendencë tani më e përgjithshme në Europë, dhe së dyti për të ndërtuar një sistem të përdorimit dhe të administrimit të këtyre mjeteve nën administrimin e bashkive. Pra do t'jetë qeveria së bashku me bashkit që do të sigurojnë mjetet dhe bashkit do të bëjnë administrimin e tyre. Nëpërmjet një sistemi që tani më e kemi pilotuar me shumë sukses në bashkinë e Dibrës për sa i përket parkut logjistik, gjë që vite pika tjetër do ta shtrim tani më në të gjithë territorin. Do të kemi një park logjistik i cili do t'i shërbej bashkive për të gjitha ato punime të domosdoshme të mirëmbajtjes, pastrimit, hapjes kanaleve kulluse, të kanaleve ujitse dhe njëkohësisht edhe për të gjitha ato ndërhyrje të tjera të kësaj natyre që lidhen me situata post-emergjencë, në mënyrë që bashkit të zotrojnë një kapacitet të munguar deri më sot. Por duke u kthyer për një moment te transporti, po ashtu do të lançojmë konkretisht edhe financiarisht, do të mbështesim një program për të krijuar kapacitete më domethënëse për parkimet, sidomos në qytetet me intensitet lartë qarkullimi, e patjetër duke pas parasysh këtu si prioritet qytetet dhe zonat që janë zona me ngarkesë specifike për shkak të turizmit. Dhe programi i parkimeve është një program i veçantë që ka disa komponentë të cilët do t'i detajojmë në konferencën përkatëse dhe për cilat të gjithë bashkit do të kenë programin të shkruar në të gjithë komponentët. Dua të them që për parkimet kemi disa formula dhe përveç formulës financimit direkt të punës për ndërtimin e tyre përmes fondit të zhvillimit dhe krijimit partneritete me bashkit, siç kemi disa raste suksesshme, si këtu rastin e Beratit, rastin e Gjirokastrës, që kanë lehtësuar jashtëzakonisht këto destinacione gjithmonë më të kërkuara të trashëgimisë sonë kulturore, por edhe një tjetër formulë për t'i mundësuar bashkive që të mund të aksesojnë bankat me projekte specifike të parkimeve, apo që të mund të bashkëpunojnë me subjekte private, të cilat do të jenë të ftuara të marrin pjesë në bashkëpunim në ato territore brenda lagjeve që i përdorin aktualisht për parkime të shqetësuese dhe ndotëse,
dhe ku faktikisht kanë marrë të drejtën e pronës, por mund të angazhohen për të ndërtuar një infrastrukturë parkime shumë fitimprurse dhe njëkohësisht shumë të miqësore me komunitetin. Një tjetër element i rëndësishëm dhe duhet i falenderoj disa nga kryetarët e bashkive sepse kanë qenë aktiv në bashkëpunimin me Ministrin e Pushtetit Vendor, është shtylla që lidhet me zonat ish industriale. Edhe për to kemi një plan të qartë pune me bashkit. Është bërë identifikimi i zonave ish industriale që janë ende sot e gjithë ditën të braktisura dhe kemi po ashtu edhe modele të krijuara që tani më na japin mundësinë të kuptojmë se si do t'i zhvillojmë këto zona ish industriale. Komponenti tjetër është komponenti i muzeve të identiteteve lokale. Edhe për këtë është bërë një punë deri tani e mbledhjes informacionit nga bashkit, të cilat do të kenë rol aktiv në këtë proces, sepse për ne është shumë e rëndësishme që duke qenë se është shumë e qartë që rruga jonë është rruga e ngjitjes në një nivel të lartë të klasifikimit të vendeve turistike, kjo nuk mund të jetë diçka e qëndrueshme në rast se ne nuk e pasurojmë ofertën tonë turistike, ku muzet e identiteteve lokale janë një domosdoshmëri. Në ndërkohë, kemi po ashtu edhe programin për shtrirjen e startupeve edhe në teritoret të tjera, pasi vëmë re që nga një anë kemi një rritje të ndjeshme të kërkesave në programin Startup Albania, për cilin do të nxjerrim dhe një financim të ri në ditën e vijim, pasi kërkesat cilësore kanë qenë më shumë se sa çfarë u parashikua në bazë të dinamikës viteve të fundit, por ajo që nuk mund lihet në rrjet lirë është fakti që numri i aplikimeve është në mënyrë shumë të zhbalancuar midis Tiranës, që zë pjesën e Luanit, dhe bashkive të tjera. Natyrisht që kjo është dhe një çështje informacioni, është dhe një çështje angazhimi për t'i nxitur dhe sensibilizuar të rinjt që të shikojnë nga ky program, pasi e dini shumë mirë që në të gjitha bashkitë tuaja keni vajza dhe djem shumë talentuar që janë përkushtuar botës teknologjisë. Dhe fundit, natyrisht, por jo për garancia, janë kompanit e përbashkëta, për cilat ka filluar një proces. Kemi një sër bërthamash tani më të krijuara, kompani të përbashkëta mes njësive të Pushtetit Vendor dhe fermerëve apo sipërmarrësve në fshat, dhe kjo patjetër paralelisht edhe me programin tjetër i cili do të fillojë të jetë i hapur për shprehje të interesit, që është programi Dy fisho sipërmarrjen tënde. Këto pika i sjell këtu për shkak se është e rëndësishme që të gjithë ju të angazhoheni së bashku me ministrin për të bërë të mundur që manifesti i Ririndjes 2.0, i cili do të publikohet pastaj në konferencën
në konferencën kombëtare që do të bëjmë mes qeverisë, pushtetit vendor dhe aktorëve të tjerë, të jetë sa më i plot dhe aty të gjithë ta gjejnë veten me prioritetet apo me objektivat e tyre. Në mbyllje, e fundit, jo nga rëndësia, është domosdoshmëria e një riangazhimi për ta çuar në një nivel tjetër edhe ndërveprimin mes bashkive dhe qytetarëve, duke shfrytzuar platformën digjitale të bashkëqeverisjes, por edhe të gjitha rrugët e tjera, pasi sidomos në këtë fazë të vitit, ju e dini shumë mirë që me rritjen e ngarkesës së madhe për shkak të sezonit turistik, rriten edhe nevoja, të cilat lidhen jo vetëm me anën e bashkisë, që duhet kujdeset në mënyrë të posaçme aty ku ka rritje të ndjeshme të numrit të banorëve të teritorit për të gjitha shërbimet, por edhe nga ana tjetër sjellin rritjen e nevojave nga ana e njerëzve. Për të gjitha ato të cilat njerëzit mund të kenë nevojën e shërbimit publik, e mbështetjes së sektorit publik, që nga çështjet të shëndetit tek çështje që lidhen me qetësinë, me sigurinë e fëmijëve e kështu me radhë. Ju falenderoj shumë për vëmendjen dhe me një vërejtje për disa nga kryetarët e bashkive, nuk dua t'i përmend këtu emra, që janë bërë pak problem, po e them në mënyrë kështu të butë për komunitetin, pasi nuk qëndrojnë në komunitet gjatë gjithë javës, por vinë në Tiranë edhe në ditët kur duhet jenë në krye detyrës atje. Është shumë e rëndësishme që kjo praktik të marrë fund. Nuk janë të gjithë, por janë disa. Ndërkohë që shembulli i ministrit aktual të pushtetit vendor, i cili vjen nga një eksperiencë shërbimi jashtë Tiranës, edhe pse shtëpinë e kishte dhe e ka në Tiranë, është një shembull që duhet ta kenë parasysh disa kryetarë që sot nuk dua t'i përmend me emër, por herën tjetër do duhet t'i përmend me emër dhe publikisht, që lën komunitetin dhe lën detyrën përpara se sa në fakt të vi ai që është momenti zyrtar i pushimit, që dhe aty ha diskutim kjo punë, dhe vinë Tiranë. Kjo gjë nuk është e justifikueshme dhe nuk është e pranueshme. Besoj që kam të gjithë mirëkuptimin tuaj për të adresuar një orë më parë këtë shqetësim, i cili është një shqetësim që më ka ardhur në mënyrë të përsëritur për i vërtetës nga disa prej komuniteteve tuaja. Kryesisht në jug perëndim, në jug lindje të vendit, jo në jug perëndim, në jug lindje të vendit. Në aksin Tiranë-Korçë. Dakord? Kryesisht. Se nuk flas për ata të ish Partisë Demokratike, se ata mund të rrinë në shtëpi gjithë kohës, se si janë, si s'janë, prap ata janë. Por flas për të zgjedhurit e Partisë Socialiste në aksin Tiranë-Korçë. Nuk e kam këtu për Soti Raqin, nuk e kam as për ministrin. Dakord? Për ta mbyllur me një buzëqeshje
që uroj të jetë një buzëqeshje e ëmbël dhe mos kthehet një buzëqeshje të hidhur për asnjërin. Shumë faleminderit.